Ishte një nga ato momente që nuk harrohen lehtë. Para se të largoj, Miri nuk kërkoi diçka të madhe, nuk kërkoi strategji apo avantazh në lojë, kërkoi thjesht një ndjesi, një kthim pas në kohë, në fillimin e gjithçkaje. Ai u drejtua vëllait të madh me një kërkesë që në thelb ishte shumë njerëzore, të kalonte edhe një natë pranë Selimit, ashtu si nata e parë kur hyn në shtëpi. Jo për lojë, jo për kamera, por për atë lidhje të heshtur që ishte krijuar mes tyre gjatë gjithë rrugëtimin. Në atë kërkesë kishte mall, kishte nostalgji dhe ndoshta edhe një ndjenjë të pashprehur plotësisht. Ishte dëshira për të mbajtur edhe pak atë afërsi që brenda shtëpisë kishte marrë një kuptim të veçantë. Një natë e fundit për të rikthyer fillimin, sikur koha të bënte një rreth të plot. Ideja që ai të shtrihej pranë saj, t'i përkëdhelte flokët me qetësi, ta ledhatonte lehtë dhe ta shtrëngonte fortë, nuk ishte thjesht një gest fizik. Ishte një mënyrë për të thënë gjëra që ndoshta nuk u than kurrë me fjalë. Ishte një përqafim që mbante brenda gjithë emocionet e grumbulluara, momentet e bukura, debatet, afrimin dhe largimin. Nata e fundit shpesh ka një peshë tjetër. Nuk është si të tjerat. Ka një heshtje më të thellë, një ndjesi fundi që të bën të reflektosh për gjithçka që ke kaluar. Dhe në atë natë, çdo gest bëhet më domethënës, një prekje, një shikim, një përqafim. Kjo kërkesë e Mirit nuk ishte për spektakël, por për kujtim. Për të lënë pas diçka të vërtet, diçka që nuk matet me vota apo çmime. Ishte një moment që tregoi se, pavarësisht lojës, brenda asaj shtëpie kishte edhe ndjenja reale. Dhe ndoshta, pikërisht këto momente janë ato që mbeten më gjatë se çdo fitore. Teksa jemi në ethet e finales së madhe të këtij sezoni të Big Brother VIP Albania, një tjetër pyetje kishte nisur të ngjallte kurreshtjet e publiku, kush do t'i besohet moderimi i reality show vitin e ardhshëm. Tashmë nuk ka më vend për dyshime apo aludime në rrjetet sociale, pasi vetë moderatori aktual, Ledion Liço, e ka dhënë përgjigjen përfundimtare. Ai ka thyer heshtjen dhe ka konfirmuar zyrtarisht rikthimin e tij në krye të këtij formati televiziv edhe për edicionin pasardhës. Në deklaratën e tij të shkurtër për Goca Gra, por mjaft të qartë, Ledioni e ka vulosur lajmin duke u shprehur, po, do jem vitin që vjen në BBV. Shihemi. Ky konfirmim i drejt për drejt i vë kapakun të gjitha thashethemeve dhe tregon se Top Channel do të vazhdojë t'i besojë drejtimin e spektaklit më të ndjekur në Shqipëri pikërisht atij, duke premtuar kështu një tjetër sezon të mbushur me emocione dhe surpriza. Selin u shpau fituese e Big Brother VIP Albania sezonit 5 për disa arsye kryesore që lidhen me mënyrën si luajti lojën dhe si u perceptua nga publiku. 1. Loja e fortë dhe strategjike. Selin tregoi që dinte të lundronte situatat brenda shtëpisë, nuk ishte thjesht emocionale, por edhe e zgjuar në vendimet që merrte. Ajo dinte kur të përfshihej në debate dhe kur të tërhiqej. 2. Autenticiteti. Një nga arsyet më të mëdha pse publiku e votoi ishte sepse u duk reale dhe e sinqertë. Nuk u perceptua si e shtirur, gjë që në reality show është shumë e rëndësishme. 3. Menaxhimi i konflikteve gjatë spektaklit pati shumë përplasje, por Selin shpesh arriti të ruante qetësinë ose të kthente situatat në favor të saj pa u dukur agresive. 4. Lidhja me publikun. Ajo krijoi një lidhje të fortë me shikuesit, emocionet, historitë personale dhe mënyra si reagonte bën që publiku ta mbështeste vazhdimisht. Test, konsistenca gjatë gjithë rrugëtimit. Shumë konkurrent kanë ulje ngritje, por Selin arriti të qëndrojë fort nga fillimi deri në fund, pa rënë shumë në performancë. Pse e meritoi? Sepse në fund të ditës, Big Brother VIP Albania është një lojë ku vendos publiku. Selin kombinoi strategjinë, karakterin dhe lidhjen emocionale me audiencën, 3 elementet kryesor për të fituar. Nëse do, mund ta krahasoj edhe me finalistët e tjerë dhe pse ajo doli mbi ta. Selin e kishte pushtuar emocionin në atë moment, ndërsa ati u ngrit për të mbajtur një fjalim që do të mbetej gjatë në kujtesën e të gjithëve. Zëri i tij ishte i qetë, por i mbushur me krenari dhe dashuri të thellë prindërore. Ai e pa drejt në sy dhe, me një buzëqeshje që i dridhej lehtë nga emocionet, filloi: "Bi e dashur, sot nuk është thjesht një ditë e zakonshme për ne. Sot është dita kur ne shohim frytin e përkushtimit, sakrificës dhe shpirtit tënd të fortë. Ti nuk je vetëm vajza jon, por je bërë një simbol krenarie për shumë njerëz. Na ke bërë zemrën mal jo vetëm neve si prindër, por në radhë të parë gjithë shqiptarëve kudo që janë, në Kosovë, në Maqedoni, në Malë të Zi, në Shqipëri dhe në Çamëri, ashtu siç jemi edhe ne."
A i ndaloj për një qast, si kur po kërkonte fjalët e dura për të shprehur atë që ndjente në shpirt. Ti je një fituese, jo vetëm për arritjet e tua, por për mënyrën se si ke ecur përpara, me dinitet, me punë dhe me zemër të pastër. Na ke treguar se ëndrat nuk janë të pamundura kur ke besim dhe vullnet. Çdo hap i yti ka qenë një hap përpara edhe për ne, çdo sukses i yti ka qenë një fest në shpirtin ton. Salla ishte e qetë, ndërsa fjalët e tij depërtonin thellë tek të gjithë të pranishmin. Ne krenohemi pafund me ty, krenohemi me fëmijën që kemi rritur, me njeriun që je bërë. Ti je dëshmi se vlerat që kemi munduar të mësojnë nuk kanë shkuar kollë. Ke mbajtur gjithmonë kokën lart edhe kur rruga ka qenë e vështirë. Dhe pikërisht për këtë, sot je këtu ku je. Ai e uli pak zërin, duke e bërë momentin edhe më të ndjerë. Mos harro kur nga vjen dhe kush je. Rënjet e tua janë të forta dhe ato të japin forcë për çdo sfidë që do të vijë. Por mbi të gjitha, mos harro se ne jemi gjithmonë këtu për ty, në çdo hap, në çdo vendim, në çdo ëndër që do të ndjekësh. Në fund, ai e përmbylli me një ton të ngrohtë dhe të sigurt, vazhdo të shkëlqesh, bi. Vazhdo të jesh ajo që je. Sepse për ne, ti ke qenë gjithmonë fituese. Dhe në atë moment, emocionet shpërthyen, jo vetëm për Selinën, por për të gjithë ata që ndjen peshën dhe bukurinë e atyre fjalëve. Një moment shumë i bukur dhe emocionues në Big Brother që preku zemrat e të gjithëve. Surpriza nga baba i Mateos ishte vërtet e veçantë, plot dashuri, krenari dhe respekt. Fjalët e tij kishin një peshë të madhe, sepse nuk ishin thjesht komplimente, por një vlerësim i sinqert për gjithçka që Arbëri kishte përfaqësuar. Na ke nderu, na ke përfaqësu denjësisht, ishin fjalët që mbetën gjatë në mendje, sepse treguan jo vetëm mirënjohje, por edhe besim. Premtimi për dasmën e madhe te Porta e Kalas e bëri momentin edhe më të veçantë, duke sjellë një ndjesi gëzimi dhe bashkimi familjar. Në atë takim nuk munguan as emocionet mes Brikenës dhe babait të Mateos. Kur ai i tha, je shumë e bukur, ishte një moment i thjeshtë, por plot ngrohtësi njerëzore. Nga ana tjetër, reagimi i Brikenës tregoi shumë për karakterin e saj, me përulësi dhe respekt, ajo kërkoi falje nëse mund të kishte bërë ndonjë gabim. Ky gest e bëri momentin edhe më të sinqert, duke treguar se marrëdhëniet e vërteta ndërtohen mbi mirëkuptim dhe respekt. E gjithë kjo sken ishte një kombinim emocionesh, krenari, dashuri, falje dhe shpresë për të ardhmen. Ishte një kujtesë e bukur që për te lojës dhe kamerave, ajo që ka më shumë rëndësi janë lidhjet njerëzore dhe mënyra si ne i trajtojmë njëri tjetrin. Një moment që me të vërtetë na nderoi të gjithëve. Sot është dita e shumë pritur e finales së madhe të Big Brother VIP Albania 5. Krahas emocioneve të forta të finalistëve dhe audiencës që pret me padurim të mësoj fituesin, ky është një moment mjaft i ndjer edhe për vetë stafin dhe figurat qendrore që kanë mbajtur peshën e këtij formati për më shumë se 100 ditë. Së fundmi, në rrjetet sociale ka qarkulluar një foto nga prapaskenat e studios së spektaklit. Në dy imazhet e publikuara nga Arbëri, shihet bërthama kryesore e programit, vetë ai, producentja Sara Hoxha, moderatori Ledion Liço, si dhe opinionistja tjetër Monika Kryemadhi, të shoqëruar edhe nga disa prej anëtarëve të stafit realizues që punojnë pa u lodhur pas kamerave. Për të treguar mirënjohjen e tij për këtë eksperiencë dhe bashkëpunim të gjatë, Arbëri ka shkruar: Një rrugëtim i gjatë me një ekip profesionistësh sonte finalja. Pas çdo momenti në ekran qëndron puna e një ekipi të përkushtuar. Respekt dhe mirënjohje për secilin. Ky postim është ripostuar nga Ledion Liço duke marrë menjëherë vëmendjen e publikut.